Robert Lewandowski u kthye në një hero për Polonin, duke ndihmuar këtë të fundit të kalonte Shqipërinë me përmbysje në takimin e të enjtes në darkë në Varshavë. Goli i Lewandowskit ishte ai që ringjalli shpresat e polakëve, të cilët deri në ato minuta nuk ishin shfaqur rrezikshëm përballë Strakoshës. Por kapiteni i Polonisë e theksoi pas ndeshjes se ekipi kishte pasur gjithmonë besimin se mund ta kthente dhe se e kishte këtë ndjesi edhe pse po kalonin minutat. E pritnim të ishte një ndeshje të vështirë. Këto janë ndeshjet play-off, një luftë për gjithçka. Ne e arritëm qëllimin ton. Nëse ndeshja ishte e mirë apo e keqe është dytësore, kemi kohë të analizojmë dhe të përmirësojmë disa gjëra. Unë do të shihja anët pozitive. Edhe nëse kjo ndeshje nuk shkoi siç kisim shpresuar, shpresoj se do ta përmirësojmë mbrojtjen dhe sulmin ton në ndeshjen tjetër. Në fund, çfarëdo që të ndodh, do të kualifikohemi për Kupën e Botës, ishin fjalët e Lewandowskit pas përfundimit të ndeshjes. Ai më pas analizoi takimin, duke njohur meritat e Shqipërisë, por edhe gabimet e Polonisë. Në pushimin e ndeshjes, e dinim se duhet të ndryshonim diçka. Nuk dukej mirë në fazën e presionit dhe kontrollin e topave të gjatë. Sipas meje, na mungonte një ndryshim sistemi që në pjesën e parë. Nuk duhej të prisnim deri në pushim për të dëgjuar se çfarë do të na thoshte trajneri. Në pjesën e dytë, Shqipëria pati 2 raste, por nga fusha mund të ndihej se kishim më shumë kontroll loje. Duhet të shënojmë, sepse nëse e bëjmë, do të vazhdojmë me atë ritëm. Pati gabime, ndonjëherë pasime të pasakta, dhe për shkak të kësaj, kundërshtari ndjeu erën në velat e tij, sidomos pas 10-15 minutave të para. Ata filluan të luanin. Fakti që u rikthyem në lojë, patjetër do të na ndihmojë të fitojmë vetbesim dhe të përgatitemi mendërisht për finalen në Suedi. Duhet të luajmë për të fituar në Suedi. Ndeshjet eliminatore kanë rregullat e tyre. Tani kemi disa ditë pushim, kohë për t'u rikuperuar dhe për të përmirësuar aspekte të caktuara. Suedia është zgjuar, por mund të jetë më e lehtë për ne në Suedi se sa ishte kundër Shqipërisë sot. Kjo është finalja dhe ata do ta ndjejmë presionin gjithashtu. Shpresoj që të mund ta shfrytëzojmë këtë, tha kapiteni i Polonisë.